decir, te elijo a ti. Si me dan a elegir, te elijo a ti. Para poder vivir, te elijo a ti. Es lo que me hace sentir, te elijo a ti. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në një vlog të ri këtu në kanalin tim. Për të gjithë që nuk më njihni, unë quhem Kristina. Sot fillojmë një video të re, por unë po flas pak më zë të ulët sepse siç e shihni edhe atje, po flet dhe Anja, por edhe vet nuk mund të flas dot më shumë sepse më janë bërë krykët. Dje pas dite, në momentin që po bësha gati për të ardhur këtej, më kapën përsëri krykët dhe gjatë natës kam qenë me vërtet shumë keq. Tani u bëra mbar që të hap edhe kamerën, pavarësisht se ka shkuar pak vonë dhe ne duhet kapim edhe mëngjesin, sepse e kemi dhe pjesën e hotelit me mëngjes dhe duke qenë se isha shumë pa qejf, as nuk kam xhiruar, edhe mbrëm kur erdhëm nuk kisha nerva që të tregoja edhe këtë turin e hotelit. Edhe sot më thënë drejtën nuk është se kam shumë nerva dhe duke qenë se kemi ardhur dhe i kemi lënë këto gjëra të shpërndara, po mendoj që mos ta bëj këtë turin e dhomës, por që përgjithsisht është një dhomë shumë e mirë dhe ne jemi shumë të kënaqur me hotelin që po rrim. Ndoshta pak më vonë do ju tregoj vetëm pjesën e balkonit jashtë. Tani po mendoj që përveç mëngjesit pi edhe një çaj sepse ai sikur më qetëson, do shta pi dhe në një qetësues dhe shpresoj që të bëhe më mirë sepse nuk ka lezet, kështu që t'jesh me pushime edhe t'jesh edhe sëmur. Në fakt nuk doja, por ja që grykët gjithmonë nuk pyesin dhe mua më kap shpesh, siç ju kam thënë. Tani plani për sot është që të shkojmë te këto plazhet këtu afër, sepse mbrëm kur po vinim, pash dhe ndërkohë pyeta dhe ChatGPT-n dhe jemi në një zonë që kemi shumë plazhe të bukura këtu afër, kështu që sot paradite, duke qenë se e kemi dhe ditën shumë të mirë, është ditë me diell, kohë e ngrohtë, po mendojmë që ta fillojmë duke bërë plazh, ndërsa përpas dite plani është që të marrim një makinë me qira dhe pastaj të vizitojmë edhe pjesën tjetër të Mallorkës. Është një ishull i vogël, por që i ka pak të shpërndara ato vendet, domethënë në secilin vend pak a shumë ka ndonjë plazh të bukur apo ndonjë gjë të veçantë. Përpas dite kam menduar që të vizitojmë një nga ato fshatrat turistik. Pra plani për tani është që të presim Anjën të zgjohet dhe do nisemi për të bërë plazh. Ndoshta pasi të pi pak çaj, ndoshta më qetëson pak më shumë sepse po i ndiej shumë grykët, por që do e kalojmë edhe këtë, sepse dëshira për të eksploruar vendin është më e madhe se sa kjo dhimbja e grykëve. Gjithsesi unë kam menduar që edhe shumë mos të xhiroj, sepse dua ta shijoj. Unë pata hedhur një story dhe gocat po më thonë që mezi po presim vlogun dhe ju falenderoj shumë të gjithave, por që nuk do me thënë të paktën, do mundojmë që të marrë më shumë skena, se sa të flasë dhe kështu bla bla bla. Kështu që do mundohem më shumë ta shijoj. Tani unë po iki që të përgatis çantën e plazhit dhe ndoshta do e hap përsëri më vonë kamerën. Me dicen que me veo muy cansado, que si ando deprimido, que si ando agüitado. Siempre respondo que yo me siento chido, ando en mi camino, tocando y gozando. No tengo culpa que me llame el acordeón, no tengo culpa que me llame la cumbia, no tengo culpa que me llame el acordeón. Duam edhe dikute 2 minuta që të arrim tek plazhi Kalagat. Ishte plazhi që si të themi më i famshmi, më i bukuri nga afër hotelit, tek zona që po rrim ne, dhe me vërtet që nga shumë i bukur. Ne duhet të shkojmë, kemi edhe një 2 minuta, duhet të kalojmë te kjo rruga këtu që të shkojmë atje, por që deri tani po më pëlqej ka shumë. Ikim.
que yo tengo que jalar. No pido Që nada. bëjmë një hol të shpejt e gjërave që morëm në supermarket. Morëm një patakin. Kjo ishte me domate dhe qep. Nuk i kam provuar ndonjëherë, por shpresoj të jetë fiksi lejsi ynë. Morëm një ujë, sepse na duhet edhe për tek dhoma. Unë mora një çaj, sepse duke qenë se më janë bërë bukët, edhe nuk duaj që të merja me gaz. Mora këtë, besoj se duhet jetë si Lipton me limon. Dhe Sabi mori 2 bira. Anja ka marrë edhe këto. Dhe kaq. Morëm shumë pak, sepse nuk është se dorim shumë. Sa po morëm këtu makinën me qëra, sepse kemi menduar që të vizitojmë edhe pjesë tjetër, sepse ne ndodhemi në një zonë që e kemi pak larg nga ato gjërat e tjera dhe ato fshatrat që duam të vizitojmë, dhe morëm një Fiat 500, sepse unë i kam shumë qejf këto në fakt. Jo, mami nuk është e babit, edhe më pëlqeka. Është e vogël, ekonomike, ja morëm për 2 ditë, kështu që na ec të mbar. Ikim. Disa orë më vonë, pasi jemi kthyer nga plazhi, tani është pasdite, jemi bërë gati dhe kemi vendosur që të dalim. Në fakt nuk është se kemi një plan fiks, por që shefi na e ka që të vizitojmë qytetin e Palmës, duke qenë se ato 2 fshatrat e bukur po i vendosim për nesër, kështu që jemi bërë gati. Anja na është ngritur pak me nerva sot, por që shpresoj që gjatë rrugës t'i zbresin edhe nervat. Ky është outfiti për sot. Thjesht shapka, xhinse, këtë kropin. Kjo është edhe çanta që unë kam vendosur që të marr për sot, sepse kombinohet mirë me shapkat dhe shamin. Kështu që tani le të ikim. Këtu piva edhe një çaj tjetër, kështu që do t'i marr edhe këto, edhe do t'i çoj poshtë. Tani le të ikim për vërteti. Ne ulëm, në fakt, plani ishte për t'ikur direkt, por duke qenë se ne nuk ishim ngrënë drejt dhe menduam që të uleshim. Për fatin ton të keq, të gjitha, domethënë, pak a shumë, më shumë pjesa më e madhe e restoranteve ishin të mbyllura dhe fati ynë pastaj që gjetëm një hapur, sepse ne donim restorante dhe jo nga këto të fast foodeve, sepse mbrëm kemi ngrënë nga këto fast foodet dhe deshëm që ta ndryshonim. Unë u fiksova me makarona me frutadeti, sepse më kishte marrë shumë malli, por që ishin një dështim i vërtet, nuk më pëlqyen fare. Edhe le të themi në një farë mënyrë që e hoqa mallin, por që për çmimin që kishin dhe shijen që kishin, duke menduar që restoranti ishte edhe restorant italian, nuk më pëlqyen fare. Megjithatë, një hangra nuk kemi çfarë të bëjmë tani. Për ushqimin nuk kam shumë pritshmëri, sepse këtu në Europë nuk është se gatuajnë shumë mirë. Nuk e dia, jemi mësuar ne të Shqipërisë që të gatuajmë shumë mirë, por që për ushqimin kudo që kam shkuar nuk më ka pëlqyer me asnjë vend dhe deri diku e mendoja kështu. Tani jemi nisur për në Palma, në qytetin e Mallorcës. Shpresoj të jem duke e thënë saktë, sepse nuk është se i di shumë mirë, sepse hera e parë është edhe për mua, por që me sa pam në map është qyteti i Mallorcës dhe po mendojmë që ta shpenzojmë pasditen aty. Ka vajtur pak vonë në fakt dhe është diku tek ora të shoh pak, ora 6:20 dhe ne diku te 1 orë kemi rrugë, por që shpresojmë që të marrim me ditë. Cada día la gracia es esta vida. Cada día me nace nueva melodía. Yo sabía que algún día llegaría. Qué alegría. Mamá. Okay. Pasar el tiempo a tu lado. Qué alegría por haberte encontrado. Vizita me qytetit të Palmës më ka strapëlqyer, nuk e di, po më është dukur shumë i bukur, edhe pse ne vizituam një pjesë të vogël. Tani në fakt po ndjeja grypë dhe vendosa këtë shallin, por që po mendojmë që të ikim, sepse nuk duam që të rrim shumë vonë, po mendojmë që më mirë rrim tek pjesa e hotelit, por duke qenë se unë nuk po ndihesha dhe mirë, tham po e mbyllim këtu. Kjo është arsyeja kryesore.
Kështu që tani po shkojmë. Unë kam marrë edhe 2 suvenire të vogla, por që do ua tregoj në shtëpi. Mirëmëngjes nga dita tjetër e këtij vlogu dhe nga dita e dytë e pushimeve këtu në Mallorca. Mbrëm pasi erdha dhe pasi mbylla kameran, kishim gati 1 orë pak rrugë. Po ndjesha shumë keq, më hipën ethet dhe gjithë natën pastaj kam pasur temperaturë. Tani në mëngjes u ngrita, piva një çaj të ngrohtë, piva një ibuprofen, shkuam edhe në farmaci, mora disa ilaçe qetësuese le të themi, për fytin dhe tani po ndihem pak më mirë. Ka vajtur pak vonë në fakt dhe sot deri nga ora 11 ishte pak shi dhe vrejtur, por tani nga ora 12 edhe deri në darkë ka dhënë për diell, kështu që ne e morëm edhe pak avash, duke qenë se edhe nuk po ndihesha unë mirë. Dhe tani u bëm gati, Anja me Sabin po pret poshtë dhe për pak do dalim. Sot plani është që të vizitojmë 2 fshatrat më të bukur të Mallorcës, që është Soler dhe Deja. Tani me sa kam parë unë, këto ishin 2 fshatrat më të bukur dhe duke qenë se janë pak a shumë 1 orë ca larg nga këtu ku jemi ne dhe ato nga njëra tjetra janë shumë afër, dhe menduam që t'i vizitojmë sot dhe të rim pak a shumë gjithë ditën atje. Kështu që prandaj kemi marrë kështu avash dhe besoj se këtu do rikthehemi nga pasditja vonë ose në darkë, por që me shpresën e Zotit që edhe unë të ndihem pak më mirë, sepse me vërtet më kanë munduar shumë këto krykët. Jam veshur pak trash, me thënë të drejtën, dhe do hedh edhe një tjetër sepse është edhe freskët, por ndërkohë kam marrë edhe 2 fustane që mund t'i nderoj dhe mund të shoh se cilin do vesh për atje. Rëndësika që unë të ndihem mirë, sepse pastaj çdo gjë e kam marrë në çantë dhe ndoshta në momentin që do ndihem mirë, do t'i vesh edhe do bëj edhe një foto të bukur, por që të shoh, sepse në qoftë se nuk ndihem mirë, jam rehat kështu me këto rroba dhe do mundohem që ta vizitoj kështu, sepse nuk dua që ta bëj çdo gjë për foto, për video, por që rëndësi ka që ta shijojmë ne në radhë të parë. Unë tani po e mbyll dhe po iki poshtë, sepse Anja me Sabin po më presin poshtë dhe bashkë do të dëgjojmë sërish pastaj. O Anja. Todos me dicen que me veo muy cansado, que si ando deprimido, que si ando agüitado. Siempre respondo que yo me siento chido, ando en mi camino, tocando y gozando. No tengo culpa que me llame el acordeón, no tengo culpa que me llame la cumbia. Iku edhe dita e dytë këtu në Mallorca pa u kuptuar fare. Nuk ju kam folur, por sigur do ju flas pak më shumë nesër. Ne shkuam që të hanim pak darkë, morëm një ujë që ta kemi për natën dhe duke qenë se Anja racionin e saj nuk e hangri, ja morëm me vete. Tani po mbushim vaskën, sepse do t'i bëjmë Anjës një banjë dhe kemi menduar që ta lëm disa minuta aty përpara se ta zërgjumi. Mirëmëngjes nga dita e tretë e pushimeve tona këtu në Mallorca. Ndryshe ka 2 ditët e para, sot në mëngjes po ndihem pak më mirë. Ndryshe nga mëngjeset e tjera, sot e kam bërë pak make-upin më herët, edhe pse për momentin sot kemi menduar që ta kalojmë pjesën e paradites këtu tek hoteli, për arsye se hoteli është shumë i bukur, por që 2 ditët e para ne nuk e kemi parë fare. Thjesht dje kemi parë një pjesë të tij dhe është shumë i bukur, në fakt ka 2 pishina, ka edhe para dhe mbrapa, ka dhe shumë aktivitete të tjera, kështu që të paktën një 2 orë ta pim kafen e mëngjesit aty te hoteli. Por përpara se të dilim, po mendoj që t'ju tregoj këtë suvenirin që mora atë ditë në Palma. Anja mori një laps me shumë ngjyra, se nuk e kam këtu për momentin, ndërsa unë mora këtë suvenirin.
Është shumë i bukur dhe simbolizon vetë Mallorcën. Ne dje kur vizituam atë fshatin Soler, kuptuam që kot nuk janë edhe këto që simbolizojnë pra portokallet dhe limonat që simbolizojnë Mallorcën, sepse kishte shumë limona dhe portokalle. Edhe ta mendoni tani nuk është as sezoni, por që kishte shumë dhe ato limonat ishin shumë të mëdhej, ishte një gjë shumë e veçantë. Dhe unë mora pikërisht këtë suvenirin këtu që lexon Mallorca me shporte me portokalle. Dhe madje në rrugicat e Mallorcës, kudo që shkoje, kishte shporta të tilla. Po mama, merre? Madje dje që po vizitonim ato rrugicat e fshatit Soler, kishte shporta, tamam si këto, shporta kashte, me të mbushura me limona ose me portokalle dhe të bëra në qese të vogla ose si ta doje, kishte edhe qese aty që mund t'i blije, por që ishte me vërtet shumë gjë e bukur dhe shumë gjë e lezetshme, prandaj mora edhe këtë. Tani Anja më solli dhe stilolapsin e saj, Anja mori këtë stilolaps. Tani në shenjë dhe në Temu këto me 80 cent edhe kështu bëjnë, atje ishte shumë shtrenjtë, por që dhe Anja nuk do dilte pa marrë gjë. Të paktën është diçka që mund të shkruaj edhe mund ta përdor edhe për rrugës kur të kthehemi. Këto janë dy suveniret që ne kemi bler. Tani po shkojmë që të ha mëngjesin dhe e hap përsëri kamerën më vonë. Ky është edhe outfiti që kam vendosur që të vesh sot, nësa po erdhëm sërish në hotel. Ky është fustan në fakt, sepse e kam palosur ashtu, këto pupat, çantën edhe besoj në i palë syze që t'i kombinoj. Te quiero decir, te elijo a ti, si me dan a elegir, te elijo a ti, para poder vivir, te elijo a ti, es lo que me hace sentir, te elijo a ti. Lo que siento